Pas më pak se një ore pritet mbyllet procesi votimeve në veriun e Mitrovicës, të banuar me shumicë serbe, ku po mbahen zgjedhjet për kryetarin e komunës. Rivotimet pasuan refuzimin e kryetarit të zgjedhur në votimet e dhjetorit kaluar për të marrë detyrën në pajtim me ligjet e Kosovës. Përfshirja e komunave veriore të Kosovës në zgjedhjet komunale u bë e mundur me marrëveshjen arritur ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për normalizimin e marrëdhënieve mes të dy vendeve. Nga Prishtina njofton korrespondenti Besim Abazi. Në veriun e Mitrovicës për të katërtën herë me radhë po votohet për kryetarin e kësaj komune të banuar me shumicë serbe. 6 qendra votimi janë hapur me kohë dhe procesi deri tash është zhvilluar pa ndonjë incident. Autoritetet e policisë së Kosovës të misionit të Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit dhe ata të forcave paqëruese thanë se kanë bashkërenduar planet për sigurimin e mjedisit të qetë gjatë tërë votimeve. Kryetaria e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Valdete Daka tha se deri në orët e pasdites kanë votuar mbi 14% të zgjedhësve të regjistruar. Kjo shifër është më e lartë krahasuar me të njëjtën periudhë të zgjedhjeve lokale të 3 nëntorit të vitit të kaluar. Atë kohë kemi pas 1979 votues apo 7.09%. Kemi pra një pjesëmarrje më të lartë të qytetarëve me të drejtë vote. Zgjedhjet po përsëritën në veriun e Mitrovicës, me që kryetari i zgjedhur në votimet e dhjetorit të vitit që lan pas Kërsimir Pantić dështoi në fillim të janarit ja betimin, duke kundërshtuar që shtatu nënshtrohet ligjeve të Kosovës. Kandidatët e 4 subjekteve politike, nga cilat 2 shqiptarë dhe 2 serbe, Lidhja Demokratike e Kosovës, Partia Demokratike e Kosovës, Nisma Qytetare Serbe dhe Nisma Qytetare SDP, po konkurrojnë për postin e kryetarit të kësaj komune. Nisma Qytetare SDP ka kandiduar kryetarin e saj Oliver Ivanović, pavarësisht se ai ndodhet në paraburgim në ndyshimet për përfshirjen e krime lufte dhe krime të pasluftës në Kosovë. Oliver Ivanović është përfshirë në politikë që nga përfundimi i luftës në Kosovë edhe në zgjedhjet për pushtetin komunal të vitit që lan pas ishte kandidat për postin e kryetarit të komunës së veriut të Mitrovicës. Qytetarët e komunitetit serb thonë se presin përmirësim të situatës në veri pas këtyre zgjedhjeve, kur pritet edhe krijimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe. Po očekujem da bude bolje. I sigurno će biti bolje. Pres të bëhet më mirë dhe sigurisht ashtu do të jetë dhe do duhej që sot të zgjidhet kryetari i komunës. Mislim da ostanemo na ovim prostorima. Nëse duam të mbetemi në këto hapësira, duhet krijojmë bashkësinë e komunave serbe për të mirën e të gjithëve, thot ky qytetar serb. Përfshirjen e zgjedhjeve e komunave veriore që janë skenë e kundërshtimeve më të ashpra ndaj pavarësisë së Kosovës u bë mundur me marrëveshjen për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë të arritur në prill të vitit kaluar me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Kjo marrëveshje i bëri mundur Kosovës të fillojë negociatat për stabilizim asociim me Bashkimin Evropian në tetor të vitit që lan pas, ndërsa Serbisë i mundsoi hapjen e negociatave për antarësim me Bashkimin Evropian. Për Zërin e Amerikës, Besim Abazi, Prishtinë.